Sot do të flasim për një iniciativë që po zgjon interes sa më të madh tek prindërit, po ashtu edhe tek të rinjt. Bëhet fjalë për shkollën verore të organizuar nga shoqata kulturore Albislam, e cila tashmë po zhvillon gjeneratën e saj të tretë. Për të na treguar më shumë rreth këtij organizimi, në studio kemi edhe teologun Nusret Ramadanin, i cili do na flet për këtë iniciativë kaq të mirë dhe kaq interesante për të rinjtë, të cilët duan të jenë pjesë e këtij programi. Mirë se erdhët në studio fillimisht. Faleminderit për ftesën. Na tregoni se si lindi ideja për organizimin e shkollës verore? Shkolla verore Albislam, që tashmë vetëm se jemi në vitin e tretë, ideja ka lind duke bisedu fillimisht në departamentin e arsimit në kuadër të shoqatës Albislam me kolegët dhe miqt edhe nga jashtë, se duhet e kemi një nevojë shumë të rëndësishme për të bërë diçka për gjeneratat e reja, duke patur parasysh se viti shkollor mbaron dhe mos t'i lëmë të bredhin rrugëve dhe të merren me celular ose me gjëra të cilat mund t'i çorientojnë edhe t'i lajthitin nga rrugët e shëndosha dhe të mira. Dhe lindi si ide që ta realizojmë shkollën verore. Them të drejtën, dikush në atë kohë para 3 viteve më kujtohet si sot, ishte edhe skeptik dhe thoshte se tani mbaruam me shkollën që e kishin pikërisht fëmijët gëzohen e presin me pushimin, edhe përsëri që t'i fusim në shkollë, sa do të ketë kjo jehona, a do të jetë e madhe, a do të ketë efekt pozitiv apo jo. Mirë po ndodhje kundërta e asaj, me të vërtetë e pam se në fillimin e parë numri ishte relativisht i mirë, pastaj vitin e dytë vetëm se u zgjerua numri edhe më shumë. Këtë vit kishte një fluks jashtëzakonisht të madh, numri arriti deri në 105, them të drejtën na erdhi keq si staf organizatorësh për shkak se u detyruam që t'i largojmë një pjesë, domethënë që mos t'i pranojmë shkaku i kushteve që nuk dispononim më tepër të pranojmë nxënës, domethënë ishte interesimi jashtëzakonisht i madh. Dhe tani përfunduam me javën e dytë dhe mendoj që do të jemi edhe ka fundi i këtij kursi apo kësaj shkolle verore. Ideja ishte mirë dhe menduam që ja kemi dalë dhe deri në një farforme rezultatet vetëm se janë të prekshme kur bisedojmë me prindërit, kur bisedojmë me familjarët e tyre. E vërejmë efektin që kemi. Vërejmë efektin pozitiv që ka ndikuar jashtëzakonisht mirë. Për shembull, nga viti i kaluar më kujtohet, dikush nga prindërve më takoi mua personalisht dhe më tha, mjafton që fëmiu im, edhe nëse nuk ka arritur që të njoftohet me informacione të reja, mjafton që është pa celular 5 orë, parafërsisht nuk e përdor celularin, edhe është në shoqëri të mirë me gjithatë projektin të cilën e kemi prej lëndëve, mësimeve, aktiviteteve të ndryshme dhe sportive kemi. Po, do flasim. Patjetër, dua se pak e diskutuam edhe regjistrimin këtë vit, keni pas problem që të largoni ca të rinjtë, të cilët duan të jenë në pjesë e kësaj shkolle. Cilat janë kriteret për regjistrim, po ashtu edhe na intereson grup moshat që mund të bëhen pjesë e kësaj shkolle verore. Po, ne fillimisht i kemi ndarë në disa grup moshat, janë startojnë që nga mosha 9 vjeçare deri në moshën 16 vjeçare. Mirë po, këto i kemi ndarë me qëllim që mësimet special për fëmijët që janë në nivelin e parë të jenë më adekuate, që ata t'i kuptojnë për moshën e tyre. Pastaj niveli i dytë është pak mosha më e rritun që janë deri në 16 vite. Edhe i kemi ndarë, gjithashtu kemi edhe paralelen e vajzave, kemi pas dëshirë që edhe ata ta kenë, domethënë, pjesën e tyre, të njëjtë programin e tyre dhe kjo ka funksionuar mirë. Normalisht se kushtet për pranim kanë qenë se ne si vjet jemi munduar që ata që kanë marrë pjesë vitin e kaluar mos t'i përfshim në këtë projekt, me qenë se njëherë kanë kalu, të japim hapësirë tjerëve dhe këtë kemi arrit deri në një numër jashtëzakonisht madh, janë si vjet që marrin pjesë në shkollën verore, kryesisht janë nxënës që për herë të parë janë ballafaquar me projektin ton. Një numër i vogël është që i kemi marrë. Normalisht prej kritereve është njëherë duhet t'jepet pëlqimi i prindërve, nuk pranojmë nxënës të cilët vinë pa prind. Do thonë patjetër duhet të jetë pajtimi i prindërve që
po e dërgon në shkollë, njoftohet me programin, pastaj gati çdo javë kemi edhe një vizitë qoftë piknik apo qoftë pishin, domethënë nxënësit tani me që është koha e nxehtë, madje edhe nxënësit kanë dëshirë edhe që të vizitojnë në ndonjë pishin për pishinave të qytetit. Edhe kemi gjithashtu edhe turneun e futbollit që e realizuam javën e kaluar dhe ishte jashtëzakonisht mirë. Por gjitha këto njoftohen prindërit fillimisht, që pastaj hapet edhe një grup në celular, për shembull në Viber, që ata njoftohen për çdo ditë, domethënë përditësohen informacionet se çfarë do të bëjmë, çka do të realizojmë. Dhe janë të përgatitur. Po, janë të përgatitur, edhe normalisht kjo bëhet me pëlqimin e prindërve. Edhe ka vajtur mirë deri tani, domethënë nuk kemi pas ndonjë varretje, ndonjë problematik, ndonjë zënk, se zakonisht në asaj që i friksohemi është që fëmijët mos të ketë ndonjë grimë, ndonjë konflikt, mirë po e kemi arritur që ta ruajmë atë qetësinë, ta ruajmë paqen në mesin e shkollës verore, edhe kështu më tepër edhe ka pas aspekti i argëtimit ka qenë më i theksuar, edhe normalisht edhe informacioneve të ndryshme, domethënë që i kemi pas ndoshta do t'i bisedojmë. Patjetër, këtë dua të them, çfarë përmban programi 2 javor? Programi 2 javor kryesisht bazohet në disa shtylla kryesore. Domethënë shtylla e parë është që fëmijët aty ku e kemi theksin dhe fokusin kryesor, është si target e kemi është që fëmijët ta kenë parasysh të mësohen dhe të njoftohen me tematikat që kanë të bëjnë me moralin dhe me sjelljen. Fillimisht domethënë me etikën në përgjithësi. Por shkak se sot realisht jemi bërë edhe një viktim e medias ku gati për çdo ditë lexojmë u godit me thik nxënësi, u bollizua, ndodhi domethënë përçmimi i disa nxënësve, ndodhi ajo, domethënë probleme të shumta që gjitha këto ne mundohemi që t'i trajtojmë, për shembull të flasim si të kemi mendim të mirë për nxënësit e tjerë, për njerëzit në përgjithësi. Të japim hapësirë të gjithëve. Mos të shpejtojmë në gjykime ndaj të tjerëve, domethënë pa patur argumente, si të tolerohemi edhe të vjen shprehje toleranca edhe atëherë kur ka mundësi që të ndodhë ndonjë gabim, qoftë i qëllimshëm apo i paqëllimshëm. Për shembull edhe virtyte të tjera, për shembull të largohemi nga mendjemasia, nga gënjeshtra, si ta kemi një zemër të butë, si të kujdesemi edhe për mjedisin, ambientin që na rrethon, të mësojmë fëmijët tanë që fillimisht çdo pengesë në rrugë që e shohin në klasë, në shkollë, në familjen e vet, ta largojnë, të bëjnë pjesë aktive në shoqëri, mos të qëndrohet mekanizmi i pasivitetit në jetën e tyre. Mos të mësohen me gjëra të këqija, në rregull ashtu është, nuk ka nevojë unë ta ndryshoj. Pastaj normalisht edhe sjelljet e tyre ndaj prindërve, ndaj komshinëve, edhe kjo është ka pasur një theks të veçantë. Pastaj normalisht e kemi pasur edhe një lëndë, domethënë lëndë fetare, fesë islame, meqense edhe shoqata e mban emrin Albislam, ku islami trajtohet në gjuhën shqipe, por normalisht se kjo tregon edhe atë pjesën e fortë tonë të komësisë shqiptar dhe pastaj normalisht se fesë tonë që i përkasin fesë islame, ku ka tema shumë të mira të rëndësishme që çdo nxënës duhet të njoftohet me fenë e tij, me kulturën e tij, me të mos tjetërsohemi, ta ruajmë atë e cila është e jona. Sa është e rëndësishme që në moshë kaq të re fëmijët të mësojnë për etikën, të mësojnë për besimin, për respektin, për historinë islame, sidomos se që nga mosha e hershme duhet fëmijëve t'u afusim në kohë kush janë, nga vinë, historinë e kombit dhe fesë të tyre. Po, mendoj se një popull i cili nuk e mëson historinë e vetë dhe nuk i ruan traditat e veta, ai është i destinuar që të zhbëhet dhe është i destinuar që ta humb atë peshën e vetë në shoqëri. Mendoj se ka bërë mirë edhe shteti jonë që e ka fut në për shkollat publike edhe etikën kjo lëndë vetëm se mësohet në për shkollat në nivelet e ulta, edhe kjo është mirë, edhe sigurisht që ndikon pozitivisht, edhe të nxënësit, të sjelljet e tyre, që të njihen fillimisht kush është Zoti, që ata pastaj të njihen gjitha këto rregulla dhe objektiva që i duhen në jetën e vetë. Se ajo është tani gjeneratat e reja janë në momentin ku ata ne duhet si prindër, si përgjegjës të tyre, të investojmë në formësimin e tyre, se ata formohen tani. Po, udhërëfyes, se nëse i lajmë, do me thonë që t'ji edukon koha, t'ji edukon interneti, ose diçka, ato mund të gjejnë aty edhe gjëra jo të mira. Pastaj normalisht se
pjesë e këtij edukimi ka qenë edhe, do të thonë, aty për aty kemi folë edhe për modernitetet që na po na servohen tani. Inteligjenca artificiale, për shembull, ka qenë që është përmendur se si duhet të sillemi me të, edhe pjesa e internetit ka qenë pjesë e etikës, se si duhet ta përdorim atë për të përfituar, të marrim informacioneve të sakta, burimore të mira, jo duke, do të thonë, e humbur kohën me orë të tëra në për platforma të cilët ka mundësi që shpërfaqin edhe përhapin, për shembull, gjëra negative në shoqëri që pastaj mjafton vetëm një urrëtie ta japin nëse asgjë tjetër. Mendoj se kjo ka qenë pastaj edhe për bashkëjetesën, edhe për pranimin edhe të tjerëve në shoqëri, për shkak për diversitetet që i posedon, domethënë, shoqëria jonë, që ti kuptojmë. Edhe kështu, pas ka një diapazon kogja të gjanë vitin e kaluar bile fetar. kemi qenë edhe në manastir, atje ku është themeluar edhe gjuha shqipe, domethënë, i kemi njoftuar nxënësit vitin e kaluar, por këtë vit kemi projekte tjera. Mendoj se për çdo vit ta bëjmë një lloj miksi, domethënë, të lëvizjeve, të vizitojmë edhe monumentet historike që të njoftohen fëmijët edhe më afër. Nuk dëshirojmë, domethënë, ta imitojmë shkollën. Domethënë 100%, se ata janë lodhur në shkollë. Doni diçka të re, jo thoni diçka më të re. Po. Bile kemi edhe si ide, ndoshta edhe në të ardhmen do ta bëjmë që fëmijët të njoftohen edhe me pjesën e ndihmës së shpejtë në raste aksidenti, në raste është mirë që ti kenë parasysh edhe ato. Zotri Ramadani, ju përpos pjesës edukative fetare, i kushtoni shumë edhe rëndësi aktiviteteve rekreative. Pse e konsideroni të rëndësishme këtë pjesë të komponentit apo pjesë të shkollës verore? A mendoni se ajo do jetë edhe një mënyrë ku ata fëmijë truri i tyre relaksohet dhe pastaj përsëri të jetë i gatshëm për të ndjekur pjesën mësimore? Keni parë një fotografi që qarkullon nëpër internet në vitet e 90-ta, nana me zor fëmijë duke ngrënë shtëpi me shtinë, se jashtë ka qenë. Tani është e kundërta, fëmijën e merr del jashtë për shkak se është mbyllur në shtëpi. Kjo është, domethënë, normalisht se sporti, aktiviteti fizik, sportet e ndryshme janë të mirë së ardhura edhe janë normalisht pjesë edhe e kulturës edhe e besimit që ka fillu, domethënë, të zbehet tek të rinjët. Ne jemi munduar që sadopak, domethënë, këtë aspekt ta ngrisim pak më lart, duke i marrë nxënësit, duke bërë gara të ndryshme, gati çdo ditë kemi, domethënë, edhe arsimtar i cili është marrë për çdo ditë me lloj-lloj aktivitete të ndryshme edhe në klas, po edhe jashtë, domethënë, kemi shfrytzuar edhe sallën e sportit që është tek shkolla Kongresi i Manastirit, edhe atë kemi shfrytzuar, domethënë, ku kemi realizuar turneun e futbollit dhe jashtëzakonisht nxënësit kanë dalë të kënaqur. Pastaj edhe është përblyj ekipi fitues ju jep një pak edhe motivim. Normalisht edhe i kemi motivuar, edhe kjo është pjesa e asaj të bukurës, ku fëmijët duhet të motivohen. Domethënë se ata janë tani në një kohë ku çdo send gdhendet në tururin e atyre dhe ne dëshirojmë që të gdhenden gjëra të mira dhe shpresojmë me këtë shpërblimin e Zotit fillimisht, pastaj edhe normalisht i falenderojmë edhe prindërit të cilët i kanë besuar fëmijët e tyre, i kanë prunë tek shkolla verore Albislam. Dhe besoj që ka qenë mirë edhe aktivitetet dhe sportive. Përmendët edhe shëtitjet javore. Çfarë ndikime kanë këto të mësojmë për traditën tonë, kulturën tonë, sepse ja përmendët edhe tek në manastir që keni qenë te kongresi i manastirit. Do me thënë mundoheni ti gjithë përfshini temat. Po, ne jemi munduar që ta bëjmë një gërshetim të temave të ndryshme. Tani nuk jemi fokusuar vetëm në tema fetare, për shembull, për shkak se për ai që don tema fetare, ka edhe xhamit, janë edhe, ne kemi pas dëshirë të jemi ta bëjmë të rrumbullaksojmë edhe me tema të ndryshme, tema të përgjithshme, që për shembull për shkathësitë jetësore, që vetëm se një pjesë edhe ligjërohet edhe në për shkolla, do të thonë fëmijët si të jenë të shkathtë në jetën e tyre, si duhet të jenë aktiv, të gjendshëm, do të thonë mos të mbizotron pasiviteti tek ata. Dhe kjo ka pasur një jehon jashtëzakonisht të mirë dhe fëmijët e kanë prit. Madje edhe kur vjen koha, zakonisht këto realizohen në fund të javës, edhe na pyesin se tani cili është programi, ku do të shkojmë? Do të shkojmë në park, në parkun e Sarajit, apo do të shkojmë në pishinë, apo do të shkojmë. Do të thonë se normalisht ajo është
natyra e fëmijëve që dëshirojnë domethënë të argëtohen dhe normalisht argëtimi dhe dëfrimi kanë qenë pjesë edhe e këtij projekti kaq të mirë. Pastaj motivimi, këtu dëshiroj të ndalem, fëmiu çdo herë duhet të motivohet me diçka, me qëllim që të ngrit ambicjet e veta. Më kujtohet unë kur isha gjatë studimeve, tregonte një miku im, thoshte Zoti më shiroft babain tim, i cili tashmë është i ndjer, po ai ishte shkaktar që unë mësova Kur'anin përmendsh. Po si ashtu thoshte, mësoj këtë pjesë të Kur'anit, unë do ta blej një dhuratë. Dhurata të çmuara. Thoshte edhe asnjëherë nuk e thente premtimin babait. Kur më thonte do ta blej dhe e blente. Edhe kështu arriti, domethënë për një kohë që unë në atë kohë mendoja dhe thosha se baba im nuk qenë ka si këto tjerët baballar, shumë qenë ka ekstrem. Tani çdo herë prej meje kërkon diçka në kompenzim, më kushzon. Mirë, po tani e kam kuptuar se ai më ka dash mua të mirën. Se çdo prind patjetër e ki që ti t'ia plotësosh kushtet. Dhe ti ndërkohë ke fituar dy të mira, edhe dhuratat edhe të mirën ndaj Zotit. Po, edhe ne jemi munduar edhe me nxënësit që ti kushzojmë, për shembull, ai i cili është nxënësi më i mirë që i kalon testet, se bëjnë edhe një testim, domethënë gati secili arsimtari teston njohuritë të cilat kanë mësuar, për shembull, për gjatë këtyre javëve, ku ka arritur. Ai fëmijë e bëjmë në formë të shkrimit, edhe ajo është pak më interesant. Fëmijët përgjigjen, aty shikojmë kush kreativitetin, po. Pastaj normalisht ai i cili merr pikët e plota dhe notën maksimale, ai normalisht e ka një dhuratë simbolike nga organizatorët, nga stafi dhe nga shkolla verore. Kjo është mirë për t'i motivuar që ata ta duan librin. Domethënë dashurohen me librin, pastaj të vazhdojmë, ne edhe vazhdimisht ju kemi thënë edhe gjatë procesit mësimor, se ju tani edhe pse jeni në pushim, kjo nuk do të thotë që të përshëndeteni me librat. Përkundrazi keni lektyra, keni libra, duhet njoftoheni me gjeografinë, me historinë e vendit, duhet pajiseni me informacionet. Madje kjo është një parapërgatitje për klasën, fillimin që ju pret, domethënë ku do të filloni me klasën. Po të flasim pak për stafin realizues, kush kujdeset për mbarvajtjen e procesit mësimor? Kemi përgjegjës, është drejtori shoqatës, i cili, domethënë, nuk është edhe aq direkt i kyçur, mirë po kemi menaxhues i cili është emëruar për shkollën verore, dhe ai kujdeset për gjithë planin organizativ, plani si do të vijon, domethënë, cilët do të jenë normalisht në koordinim edhe me stafin e arsimtarëve. Thash edhe për vendime pak më të mëdha, ka ndonjëherë marrim edhe bëjmë ndonjë pyetësor në grupin që kemi edhe me prindërit, çka mendoni, edhe nëse është gjithçka okay, për shembull për ta realizuar një pikë të rëndësishme të projektit, atëherë marrim edhe vendimin edhe e realizojmë. Dhe kjo ka qenë mirë edhe aspektin, domethënë duhet ta përmendje edhe për shikuesit se kjo shkollë verore ka qenë pa pagesë. Tani doja të lidhem, se është pa pagesë një gjë shumë e bukur, një gjë për të vlerësuar. Si arrini, sa sfiduese është ta mbani gjallë këtë projekt që 3 vite dhe jam e bindur që dëshironi që edhe të vazhdoni, jo këtu të ngel, do jetë diçka si traditë. Me të vërtetë nuk është edhe aq e lehtë, mirë po kur fillohet një punë me sinqeritet, kur fillohet që të kemi rezultate me njetë të mirë, si themi, atëherë edhe Zoti jep rezultatet. Ne e kemi parë, për shembull, tani veç është bë një lloj adrese e njohur për një pjesë të, sidomos të shkupjanëve, se shumica e nxënësve janë këtu nga rrethi, janë nga komuna e Çajirit. Dhe është bë e njohur, domethënë, edhe janë të njohur me aktivitetet, edhe kanë pasur diçka e mirë, si diçka që ju pëlqen, edhe ka patur për shembull dikush nga vetë prindërit e nxënësve na ka sjell te shkolla ka pru pije. Tash është koha dhe kanë nevojë nxënësit që pinë nga plagje të ndryshme, ujë, domethënë na kanë sjell. Ose ka pas raste dashamir, shok, miq që i kemi që jetojnë këtu, e din projektin ose kanë shikuar ndonjë video në Snapchat që kanë bërë për shembull personalisht unë, edhe më ka pyetur apo ja keni nevojë diçka se e shoh se shumë po m'pëlqen metoda si e keni duke e zbatuar, kam dëshirë. Edhe për shembull ka miq edhe nga Mërgata të cilët na kanë dërguar domethënë buxhet të caktuar, edhe kam dëshirë që t'jau paguaj nga një hamburger të gjithë nxënësve kur dilnin në piknik, edhe kjo ka qenë jashtëzakonisht një respekt i madh për ata dhe i përshëndes se Zoti i shpërbleft për gjithë këtë
mund ata që kanë ndarë nga pasuria e tyre. Kështu domethënë është mbajtur donator dhe donacionet kryesore kanë qenë nga vetë prindërit, dashamirët, iniciativa domethënë private të njerëzve. Po sa është e rëndësishme mbështetja e komunitetit për të vazhduar ky projekt, për vazhdimsinë e këtij projekti? Unë tani me qenë se kemi këtë mundësi, do t'i kisha bërë apel edhe komunës së Çajirit që në të ardhmen ta mendon, ta shqyrton këtë çështje që ta ndihmon edhe shkollën Albislam. Po sigurisht që ka edhe institucione tjera, tashmë unë i shikoj në rrjetet sociale që ka edhe xhami, që janë xhami e caktuar organizon shkollën verore me nxënës. Mirë po, ne për dallim nga disa institucione tjera, për shembull disa e organizojnë shkollën verore në shkollë, në objekt shkolle, ne kemi parë pak si tani fëmijët sa kanë dalë prej shkolle, përsëri me ishte në shkollë është pak e vështirë. Ne edhe objektin e vetë shoqatës, që kushtet nuk janë për shumë nxënës, domethënë nuk e i kalojmë numrin 100, mirë po janë kushte relativisht të mira dhe kërkojmë që në të ardhmen edhe komuna e Çajirit të ndanë mjete të caktuara që me qëllim që të përmirësohen kushtet edhe më tepër, po pse jo ndoshta në të ardhmen e mendojmë që të rritet numri edhe më i madh. A mendoni të zgjeroheni më tej, sepse këtë vit keni qenë të detyruar të refuzoni ca nxënës. Pse në vitet në vazhdim të zgjeroheni edhe në komuna tjera, po edhe në komunën e Çajirit? Mund të realizohet, ekip jashtëzakonisht i mirë prej profesorëve, arsimtarëve dhe gjithë anëtarëve tjerë dhe administrativ që janë me neve janë të kualifikuar dhe janë të dëshmuar në fusha të ndryshme, edhe kapacitetin e kemi, mirë po vetëm duhet iniciativa, duhet përkrahje, mbështetje, se këto punë nuk bën edhe vetë. Punët ekipore çdo herë dhe rezultatet janë më të mëdha. Tani, nuk është njësoj sikur edhe këtu për të realizuar ky emision, normalisht është ekipi shumë i madh. Edhe tash është mirë, domethënë edhe gjithë dashamirë, domethënë në fusha edhe në fushën e biznesit që dëshirojnë të kontribojnë, ne mendojmë edhe kemi biseduar edhe me stafin e shkollës verore, që e mendojmë që kjo të vazhdon nëse gjejmë burime edhe mbështetje të ndryshme, ta vazhdojmë edhe gjatë weekendeve. Do të ishte jo kështu ndoshta program po nga një aktivitet, mirë po nga një aktivitet i vogël gjatë shtunave dhe dielave, do të ishte shumë mirë, për shembull, të vazhdohet me nxënësa të mbarojnë kurse, pse jo edhe gjuhëve tjera e kemi parasysh tash domethënë edhe një pjesë e nxënësve janë shumë të dobët edhe me gjuhën maqedone. Janë të dobët me gjuhën. Të përgjithësi janë, po. Është mirë domethënë që t'i mësojmë edhe sa bredhin rrugëve, domethënë turen, edhe t'i mësojnë se gjuha është pasuri. Edhe ata duhet që të njoftohen domethënë me gjuhë. E kemi menduar këtë, jemi në plan jemi duke biseduar edhe me njerëz që janë jashtë shkollës, si ide, po do ta shohim domethënë prej shtatore andej si do të rrjedhin punët dhe shpresoj që kjo të realizohet edhe weekendeve, domethënë ta kemi edhe të shtunave, s'po të shtunave, ta kemi të premteve edhe të shtunave, por shkak se dilave, le ta kenë të lirë fëmijët, domethënë dëshirojnë kush kanë edhe planifikime familjare kanë udhtojnë diku, domethënë po. Dua një përgjigje se si reagojnë prindërit kur mbaron gjithë kjo, cilat janë reagimet e prindërve kur i shohin rezultatet që janë arritur tek fëmijët e tyre. Por ne fillimisht domethënë kur e bëjmë edhe ndarjen e certifikatave zakonisht të nxënësve që kanë qenë pjesëmarrës në këtë shkollën verore, i ftojmë edhe prindërit të jenë prezent dhe aty bëhet edhe një prezantim nga drejtori i shoqatës, nga menaxhuesi i këtij projekti dhe aty sigurisht që e presin mirë, se çdo prind gëzohet kur fëmiu i vet domethënë ka arrit një cikël të caktuar të njohurive. Edhe normalisht se kjo mirëpritet, nuk kemi pas domethënë vërejtje, unë thash prej vërejtjeve është ata prind që nuk kanë pas mundësi fëmijët t'i binë, na kanë thonë pse fëmijën tim nuk e ke pranuar, po numri madje edhe pak e kemi të i kalu me numri, do të thonë hatërmbetjet e kemi pranu, mirë po kushtet se nuk mund, do të thonë i kemi ndarë në 4 klasa. Se normalisht aq janë mundësit, pastaj nuk mund të jetë edhe mësimdhënia e suksesshme në moment kur janë përmbi 50 nxënës. Se në përshkolla e kanë bërë maksimumi është 30 nxënës, kur janë 50 pastaj mund të humb dikush me bë një zhurmë ose një bisedë, pastaj humbet edhe koncentrimi i fëmijëve nuk është i njëjtë sikurse kur janë numri kur është më i vogël. Kështu që klasat janë, hapësira është
vetëm na duan mjete buxhetore, domethënë për të ardhmen shtator, shpresojmë që donator, njerëz human, njerëz të cilët dëshirojnë të kontribuojnë në arsimimin e gjeneratave dhe brezave të ri, do të ndalen dhe do ta ndihmojnë këtë projekt me qëllim që të dalim më të suksesshëm të gjithë na. Po, kur jemi për vitin e ardhshëm, deri kur janë të hapura regjistrimet dhe ku mund të informohen prindërit e interesuar, qoftë për të regjistruar fëmijën, qoftë për të kontribuar në një farë mënyrë për t'ju ndihmuar dhe për t'u lehtësuar gjithë këtë proces të cilin e bëni ju nga vetë dëshira. Po, zakonisht lajmërimi bëhet edhe në faqen zyrtare të shoqatës, që në rrjetet sociale, po edhe në faqen e shoqatës albislam.com. Edhe aty, domethënë, bëhet lajmërimi dikon një muaj më herët, paraqiten, ka numër që i pret telefonatat, po patjetër që duhet të vinë edhe në shoqatë orar caktuar ku përgjegjësi i pret, domethënë duhet mbushen formularet, me tjetë ashtu si që theksova në fillim, tjetë me prindërin e vet, pastaj normalisht edhe kërkohet tash është edhe kusht, domethënë që në rast se fëmiu ka ndonjë alergji shëndetësore, po alergji të caktuar, patjetër duhet të potencohet dhe të shkruhet aty të theksohet se çka ka, me qëllim që të dim, për shkak se çdo ditë ju jepet ushqim fëmijëve, ka mundësi ndonjë ushqim i bën problem, domethënë edhe i shkakton sëmundje atij fëmijët, krejt gjitha këto i marrim parasysh, domethënë në fillim të regjistrimit, po është mënyra më e thjeshtë, domethënë regjistrimi tani të gjithë gati se kanë qasje në rrjetet sociale dhe njoftohen me kohë. Domethënë kur është regjistrimi. Atëherë dua një mesazh për të gjithë prindërit, çfarë do ju thoni për ata prindër që ende hezitojnë për të regjistruar fëmijët në këtë shkollë verore? Po, mendoj se porosia ime do të ishte çdo prind i cili ka fëmijë, Zoti i ka dhënë fëmijë, le ta dinë se ata fëmijë i ka emanet. Fëmijët janë emanet, krahas asaj që duhet kujdesemi, t'ju japim ushqim, veshmbathje, duhet të kujdesim edhe aspektin e edukimit. Është e vërtetë se ashtu siç thuhet se babai dhe nana janë mësuesit e parë e fëmijët. Fëmiu fillimisht duhet të merr edukat nga shtëpia, pastaj dërgohet në shkollë, se ne edhe sot e shohim për shembull me ata fëmijë të cilët na vinë edhe kanë edukat familjare, me ata kalojmë më lehtë, ndërsa fëmijët të cilët çalojnë në çështje të caktuara ose janë gojë fliqur, përmendin gjëra, ka edhe të tilla edhe pse janë uroj të jenë pak, mundohemi dal ngadalë, por ne kemi pa se rezultatet kanë qenë javën e parë nëse kanë përdor fraza, nocione jo të mira, javën e ditë vetëm se i kemi pa ndryshimet tek fëmijët që gati se i kanë humbur ata. Se duke fol, duke e potencu, për shembull se kjo nuk bën, nuk është në rregull, për shembull nuk është në rregull ta fyesh shokun tënd të klasës. E gjithë prindve ju them se le të kujdesen për fëmijët e tyre, mos ta lejojnë që pushimit ju kalon shumë shpejt, këto 3 muaj domethënë kalojnë shumë shpejt, edhe ata nuk kanë përfituar asgjë. Domethënë t'i lënë nën mëshirën e celularëve, nën mëshirën e internetit dhe lojrave të ndryshme të digitalizuara që tani janë, duhet prindërit të fokusohen tek fëmijët që t'i mësojnë në kurse të ndryshme, pa marrë parasysh ka kurse të gjuhëve të ndryshme, po edhe aktivitete sportive, siç është për shembull futbolli, është edhe noti, është aktivitet shumë i mirë që fëmijët duhet ta mësojnë, ajo madje edhe feja na motivon që t'i dim këto sporte. Është mirë që të kujdesen për shkak se ata i kanë emanet, i kanë përgjegjësi dhe me qëllim që të jenë të suksesshëm, që pastaj do t'u shohin hajrin fëmijëve të tyre në moment kur ata të formsohen, domethënë në aspektin profesionale, njerëzore, fetare, gjitha me radhë. Unë ju falenderoj atëherë që ishit pjesë e emisionit tonë, ju urojmë jashtëzakonisht shumë sukses edhe në vitet në vazhdim, edhe juve si shoqatë Albislam, po ashtu edhe në krijimin e shkollës verore, po ashtu edhe zgjerimin e saj, pse jo nëse është për të mirën e fëmijëve tanë më të vegjëlve, unë e them më të çmuarve tanë, kështu që shpresoj dhe uroj që kjo shkollë të zgjerohet dhe të krijohet një traditë, pse jo ta festojmë edhe 20 vjetore. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën dhe ju dëshiroj gjitha të mirat. Tani, miq të dashur, do shkëputemi shumë shkurt me një pikë muzikore për të vazhduar patjetër edhe me mysafirin tjetër.